Me besim të Ilahi i gjithë mëshirshëm i mëshirëplot, e thirr Ilahin të bëj syrin tim shigjet kundër çdo pagani dhe moshriku që merr guximin me prek në fejnë tonë, feja e shqiptarit, shqiptaria. Dhe shqiptarët, si çdo kush tjetër në botë, kanë të drejtën e patjetërsueshme në informim, me u informu drejt, pa rana, pa hile, pa mashtrime. Titullin sonte kësaj paraqitje që kam paralajmëruar, ja lash në matriksin e Kuranit kundër mashtrimeve. M'ju dhon pishta të reja të hulumtimit që ju me lodh thrurin dhe me ik prej mashtrimit, me ik prej hoxhallarëve, me ik prej organizimeve tyne, jo vetëm prej hoxhallarëve, për secilit organizim që imponohet të ju si organizim fetar, qoftë islam, qoftë krishter ortodoks, e kështu me radhë. Të gjitha këto organizime që ka bëhen sot janë kundërshtim me natyrshmërinë e shqiptarëve, me natyrshmërinë dhe ligjet që i ka kriju dikush, ne themi Zoti, që ekzistojnë. Kurani është libër, është informacion njëjtë sikur që janë edhe libra tjerë para Kuranit, siç është dhjata e vjetër, dhjata e re, dhe fletushkat e profetëve tjerë që përmenden në Kuran. Pra Kurani është një libër që ka informacione që ne mu udhëzu dhe me pas ma let në tokë. Dhe e keqja është se neve nuk na kanë mësu Kuran. Dhe jam shumë i privilegjuar dhe jam shqiptari i parë që ju kum thonë, nuk ka Bajram, fest Bajramit nuk ka. Gjithashtu jam shqiptari i parë, nuk ka besh vakt, 5 vakte namaz ti me shku mi fal me hoxh. Nuk ka në Kuran, nuk ka. Gjithashtu jam i privilegjuar me ju thonë se nuk ka edhe haq, qysh va kanë trumbetua, po kupton, që do të me shku te kadifja e zez, atje mos jell dhe Zoti va fal gjunohet. Unë në paret kur kujtë shpërzina, gjithashtu edhe zeqat me pare në Kuran nuk ka. Pra sonte kena me fol për zeqatin, po zeqati është ngusht i lidh me salatin. Salatit i thonë në Shqip sot dhe e trumbetojnë namaz, namaze ose namizi. Tani mo e dini se Kurani, germat e Kuranit, që i keni dhe i servojnë sot, i kanë ndryshu. Por nëse i marrni kopjet e vjetra, kur është shkrujt Kurani, të gjitha kopjet janë identike. Do të fillojmë me rend që une, kur dikush jep një mendim dhe e shkruan një hulumtim ti e marrë shumë konsiderat dhe studioj. Dhe kam dëshirë të bazohem në fakte dhe prova. Me thonë se elifi, germa elif, nuk është shkrujt në kohën e profetit, është gënjeshtër, është rren, është mashtrim. Përderisa ekzistojnë kopjet e Kuranit që datojnë edhe nga koha e profetit kur ka jetu dhe shihet elifi i Hijazit se si është shkruar. Ta marrë tani ta kthejmë me këto hulumtimet pak ta shini se këtë çka e paraqes sonte është shkollë, është mësim. To janë trumbetat e fundit që ju me ik prej fes pagane, fes hoxhallarëve.
se feja e hoxhallarëve është fe pagane. Unë nuk e njoh, po të një mik e emi Çania ka shujt Dario Haruni, më vjen keq Dario. Ky s'di se ç'thot, ka mendu për mua. Ajo s'quhet Elif, quhet Hamza dhe është thjesht zanore e cila shkruhet për të marrë vesh si shqiptohet. Në kopjet e vjetra s'ka pas fare Elif as Hamza. Që kjo është Elif i kopjes të vjetër. Elem nash rah bimar ante. Nuk është vetëm një kopje, ka kopje të vjetra që Elifi në shkrim o shkrujt në kohën e profetit. Nuk është i vetëm ja fut kot. Të janë fakte, të janë prova, janë vërtetume, i kina për muzej, unë është mi marrë dhe mi këshyrë. Unë e kam dëshirë vetëm me prova dhe me argumente me full. Tjetra, si që dini, kër vjen salati, në kopjet e vjetra, salati u shkuj që shtone. Elif, lam, sad, lam, vaf, të. Në kopjet e reja, shkruhet që shto me të kuqe. Elif, lam, sad, lam, elif, të. Do thot e kanë ndryshu, e kanë hek vavin dhe e kanë vëndu elifin. E njëta gjo është edhe të zekati. E zekoete, e kanë hek vavin dhe e kanë vëndu elifin. Në lidhje me to, unë e kom folë të komentaret e mija të parat janë as-salat, salat. Dhe ju kom selë se si vinë këto fjallë dhe kur është dalimi. Kër vjen që kjo fjalla as-salat, që këtu e kam nu që e kanë ndryshu me elif, para qësoj vjen një fjallë tjetër që si që është ekim, ekame, mukim, mukimu salat. Dhe kemi salla me jë dhe musalli, kemi salat dhe vjen me përemër vetor. Salatehu me përemër vetor në njëjës, salatehu me përemër vetor në shumës dhe përemër vetor gjithashtu për personin salatike për salatin lidhjen tënde dhe në vetën e parë salati. Dhe me thonë, kjo fjallë dallon për kësaj fjallë. Nëse e merë Kur'anin originalit, nuk e kundërshton fjallën ajetin, por nëse shkon me shkollat Bagdadit, bëhet mikser bëhet. Kështu që ju përshëndes, Zoti bekoft shqiptarët, falenderit gjithëve nëse ju e përcjellni këtë informacion, këtë dije, t'i lehtësojmë njerëzit të mos friksohen, por të bëjnë punë me ndeshmëri, aty ku janë ta kryjnë detyrën me përgjegjësi, kur të vjen dikush me kërku diçka prej punës ti, minet gati, mos me leju imagjinata mu korruptu, krejt këto sene lidhen me zeqat, se zeqati është në salat, prandaj ka ardhur 24 herë, se 24 orë në ditë ti dosh mu kon me salat, prandaj salati jem, namazi jem, nuk është kaza. Nuk është kaza, është dajma, është gjithë një me salat, dhe inshallah Zoti mban me salat gjithë një dhe të përkushtuar, dhe më jep dije dhe informacione të tjera më shumë që më përcjell drejt e jo. Tonë nga unë, nga Shkupi.